çfarë quajmë në hero në ditët e sotme? Si mendoni ju? Për ta nisur nga një pyetje pak më e përgjithshme. Si mendon Elena? Në kohë të tilla të vështira, mendoj nuk kemi në kohë lufte, kështu që në këtë kohë të luftrave të tjera, sigurisht gjithë secili nga ne mendoj që është hero i jashtëzakonshëm në sfidat e përditshmërisë. Por nga ana tjetër, ne jemi ushqyer me heronj të kombëtar dhe i kemi patur të afër luftën edhe të Kosovës, kështu që ne nuk është se jemi larg historisë. Pa tjetër që tiparet e heronjve të guximit, të vendosshmërisë, të mençurisë, të strategjive, edhe pastaj fillojmë edhe i afrojmë në rrethin e ngushtë ose në familje, dhe pastaj gjejmë heronjin ke nëna, babai, gjyshja dikush tjetër, i cili ndoshta është edhe elementi identifikues si një familje, ndoshta përfaqësues, vjen nga fusha ekonomike, luftarake, ushtarake, ka akoma individ të cilët e kanë atë historinë e mbartur dhe ne gjithmonë kemi uniformën si element të guximit, të forcës, të krenarisë, po patjetër në ditët e sotme kemi edhe nënat e mençura, për të cilat shumë herë flasim apo për gjyshet, të cilat me atë urtësinë e tyre kanë qenë heroina të mbajtjes së familjes, të kalimit të vështirësive të mëdha, të fatkeqësive që mund të kenë ndodhur, kështu që tiparet e herojt në kohë dhe në situata të ndryshme janë po kaq të ndryshme sa secili nga ne duket sikur është hero i vetes dhe shumë herë thot po kam patur guxim të ngrihem edhe t'ia dal, kështu që pak heroj jemi. Si mendon ti? Sigurisht Dina, është domethënë, unë mendoj që ne në epokën që e jetojmë e kemi kaluar epokën e herojve, nuk ka më heronj, në kuptimin e herojt, sepse ai heroj që u vetë sakrifikua dha jetën, sot jeta në cilën jetojmë është bërë shumë individualiste. Dhe të gjithë, domethënë heroj është një koncept pak cinik, të paktën në kohën që jetojmë. Dyshoj që ka njerëz që mendojnë që ka heronj të momentit. Nëse në këtë gjë ne do ta zvogëlojmë dhe do hymë në jetët tona të vogla personale, sigurisht që gjithë secili prej nesh ka një shembull për të ndjekur, që mund të jetë shembulli në familje, mund të jetë shembulli në momente të caktuara tjetër që dikush është vetë sakrifikuar për to, dhe këtu vim të heroj. Por në fakt heronj, sot jemi vetë ne që ja dalim nga mëngjesi deri në darkë, sfidave pas sfidave, dhe ne jemi heronjt e vetes tonë, dhe kush është ai që kalon sfidat e veta dhe për më tepër ndihmon dhe dikë tjetër, ai është hero plus. E qartë. Artemis, sa nevoj kemi ne për heroj dhe si ka ndryshuar koncepti sot, si pas këndushtrimit tonë, sepse shoqë që këtu kemi diferenca në mendime. Një diferencë dhe një diversitet, edhe pse deri diku bashkohem pa diskutim me të dy parafolësit. Unë mendoj, unë po futem më shumë taj rrethi ngushtë i heronjve. Unë me thënë të drejtën, nëse do ta shikojmë edhe pak më tutje, unë hero kam mamin tim. Sepse ajo normalisht ka qenë ai personi që gjatë gjithë jetës së saj ka sakrifikuar për mua në të gjithë llojet e formave. Duke filluar qoftë edhe tek turnet kur ne bënim kur ishim të vegjël, që me ato mundësi që ajo kishte përpiqej të linte 2-3 gjëra mangut vetes vet për të na e dhënë ne, për të udhëtuar, sepse e dim gjithë që unë kam bërë shkollë baleti, që ka qenë shumë herë vështirë, edhe kur udhëtoje duhet kishte edhe një para me vete, të tjera e tjera. Dhe sot tek kësaj dite që unë flas, mamin vazhdo të jetë prap heroi im. Cili është tipari heroi? Ja, sepse ka sakrifikuar çdo gjë për mua. Po patjetër që mjafton. Se këtu hym tek admirimi. Jo, nuk është admirim. Sot i me më, nuk po shijon pleqërinë e vet, po rrit fëmijët e mi. Pra, ajo po vazhdon pas sakrifikon. A nuk është një mënyrë për të shijuar pleqërinë? Jo, unë mendoj që jo, ajo kalon gjithë kohën e saj, duke u përkushtuar mua dhe familjes time dhe fëmijëve të mi. A e diti që ka gjyshe plot që thonë, aman ma bë një fëmijë se dua të kaloj pleqërinë? Po, është e vërtet. Por, patjetër, është e vërtet. Ka dhe nga ato gjyshe do doni. Po, jo, Engacmoj bisedën që të bëjmë një dallim midis herojit, se nuk ka më lartë se heroi. Heroi është shumë lartë. Ku do shkosh për tutje? Okej, do ta normalizojmë herojin e normalizojmë. Jo, nuk më normalizojmë. Unë po them për mua, kjo është personale. Do me thënë, unë i ti me më e shikoj si... Patjetër. Absolutisht, nuk jo atje, po thesh. Unë personalisht e shikoj ti me më, do me thënë si një heroine e cila vazhdon sakrifikon sot e kësaj dite për mua. Dhe unë mendoj, ashtu si që thante edhe ata në vlog, që familja, për mendimin tim, është
janë të heronjë tanë. Pse? Nesër Olsi do të bëhemi ne për fëmijët tanë. Pa diskutim, ma je heroina ime, nuk diskutohet, fare. Patjetër. Është heroina ime nga mëngjesi deri në darkë. Do më thënë, nëse do të shikojmë herojnë si jo njerëzor, të e motiveshim shumë tipare. Po në fakt, herojnë ne kemi njerëzor. Nga mitologjia në kanë ardhur, po. Nga mitologjia sigurisht në kanë ardhur disa njerëz që kanë qenë të fuqishëm fizikisht edhe që bënin gjëra të cilat domethënë nuk perceptohen që mund t'i bëjë dot një qenie njerëzore. Megjithatë ato e tipizonin atë si njeriu që vetë sakrifikohet dhe që bën të mira për njerëzit. Dhe gradualisht ne jemi mësuar, po. Ne jemi mësuar domethënë me herojt edhe në letërsi, por edhe herojnë kombëtar, etj. Pra janë njerëz të cilët kanë tiparet, kanë përkushtimin, dëshmërinë, vetmohimin, sublimin, dhe këta janë ata heroj. Mirë po, kjo nuk do të thotë që këto tiparet të këtyre herojve, të cilët e kalojnë për masën, sepse ato bëjnë akte heroike, sepse marrin përsipër, që të bëjnë një gjë që është në të mirë. Vojokushi, po, që është në të mirë, nuk e di pse të kujtua Vojokushi, po, ka shumë të tjetër, po. Në fakt, nga ato kujtimet të fëministësh, nga ato herojnë të parë, pavarësisht historisë të tij personale, po. Ideja e njeriu që ofron gjithçka për të tjerët, për të mirën ai vetë sakrifikua. Të tjerëve, po. Por këto janë tipare që ne i gjejmë në jetën tona. Dhe sigurisht secili nga ne ka një model, dhe mua më vjen mirë se shpesh herë, domethënë në këto vite kam parë në statuse në Facebook që shumë fëmijë identifikojnë herojin e tyre me prindërit të cilët kanë sakrifikuar. Dhe ato janë tipare që ka një hero. Po pse ne duhet presim që të themi hero atë që ka bërë një gjë të madhe, domethënë për një shumicë njerëzish, dhe nuk mund të quash sakrificën e prindit që bën sakrificën, se ka prindër, të gjithë prindit sakrifikojnë, po disa në format e tyre dhe ti e shikon me sytë tuaj, se si ai sakrifikon pikërisht për të krijuar ty të mira dhe një jetë sa më të mirë. Sepse ndoshta sot ka më nevojë si dikur për të bërë ato sakrificat e mëdha, ti vazhdojnë topin, apo të bësh histori të tjera. Pra jemi në një tjetër situatë. Kështu që mirë, po nuk duhet ngatru herojnë familjar me herojnë kombëtar edhe në kohë të... Edhe Skënderbes mund të jemi të gjithë, edhe Skënderbes mund të jemi të gjithë. Kështu që janë tiparet e një heroj, të cilat ti i gjen janë vlera. Dhe ti i gjen... Te identifikoj me vetën. Kështu që përsëri te qenia njerëzore. Vetën në kuptimin, sepse heroj është ai që te i kalon sfidën. Heroj është ai që vetë sakrifikohet për të tjerët. Do më thënë, ai nuk është më ai, nuk e konsideron më veten në shërbim të vetes, e konsideron veten në shërbim të tjerëve. Pra, vepra ti nuk është më për të, por është për të mirën e kauzës, për të mirën e popullit dhe tjerë. Ja, për shembull, ashtu si edhe unë për prindërit, domethënë. Edhe unë kam parë prindit e mi që nuk kanë ndetur kurrë, as e shtuna, as e diela, se si për të na siguruar ne një jetë më të mirë. Do me thënë, menin përsipër të bënin gjëra të cilat... Jo të gjithë e bëjnë. Jo të gjithë e bëjnë. Ashtu si flasim edhe... Ashtu si shkollëm edhe për pjesën e gjysheve. Edhe nga ato gjyshe të cilat duan thjesht ta shohin sa i bukur është, e për këtë delin gjysmore dhe vazhdojnë jetën e tyre të shtëpia e saj. Herojt kanë ato tipare që ne duam t'i kemi tek njerëzit që na rrethojnë. Pra që kanë përkushtimin, dëshmërinë, shiko, nëse ne bijem dakord, por ai është, shiko, dhe mos e ngatrojmë, se ne po flasim për herojt tanë. Pra, e kuptoj, po, shiko, dhe me sa duket të gjithë, kur bëhet fjala për prindrit, bijem dakord, ata janë herojt tanë të parë, apo jo, rritemi me modelin e tyre, me modelin e njeriu që sakrifikon shumë për tjetrin. Prindrit, nëse bijem dakord, që prindrit nuk dua fare, prindrit janë, domethënë, edhe më lartë që prindrit është vetëm Zoti, nuk ka... Nëse bijem dakord që prindrit janë herojt tanë, çfarë thamë? Pyes unë. I thamë të gjitha, apo jo? Pra, a është detyrë e prindit që të... A mos ndoshta është thjesht një detyrë e prindit që të vetë sakrifikohet për fëmijën?